Po, për ata që le themi kanë pasur lek droge dhe i kanë bërë llaçe tulla dhe i kanë ato apartamente të ngelura stok, është një formë edhe për lehtësi? Po do duhet ta mbyllim bashkë të ftosh ata në emisionet e u bësh pyetjen. Jo, flas me që e njeh strukturën. Nuk të pyeta si narkos. Unë mendoj që jo, sepse në cilin do moment ka institucione të cilat do të monitorojnë procesin e rivlerësimit. Qofse e kemi lënë ke institucionet tona, atëherë jemi në rregull. Jemi shumë mirë, po. Faleminderit. Unë vazhdoj të jetoj në Shqipëri dhe i besoj vendit ku jam, kështu që nëse nuk do i besoja do kisha ikur. Shumë të tjerë. Unë vazhdoj të jetoj në Shqipëri, po fatkeqësisht kam sy. Dakor, faleminderit Pipiria. Faleminderit që nësi të isha me ju. E përshëndesim mikun ton Reinaldo Pipiria nga shoqata e pasurive të paluajtshme. Do luajmë. Të cilën ishte drejtues ekzekutiv. Po, se mos ta bëjmë kreu. Nuk e di. Për gjithë të interesuarit në Rea. Po, pikal është? Besoj po. Le të shpresojmë që tjetë ashtu. Dakord, miq të dashur, është çasti për një tjetër doktor honoris pauza, si Federica Mogherini që e bëri një natë të vogël simpatike në Qeli, do të rikthehemi më njëherë pas pak, kështu që kujdes me shtëpitë, se edhe ju ikin. Edhe ti Greta kujdes me shtëpinë tënde, atë në Rotterdam. Atë po, patjetër. Qëndroni me Studio Televizion, rikthehemi